أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe nderuar vëllezër të mëneshëm e këtë xhami, Allahun e madhërishëm e falënderojmë ashtu si që meriton madhëria e tij të falënderohet. Allahun e madhërishëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht veton na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërishëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi akoma në ajetet e surës Al-Bakara, të cilat flasin për Ibrahimin alayhis salam, dhe realisht janë ajetet e para me të cilat na kemi filluar sharimin, elaborimin dhe marrjen e mësimeve dhe porosive nga rrëfimet kuranore që flasin për Ibrahimin alayhis salam, për të cilën treguam më herët se e kanë quajtur baba i pejgamberëve. Dhe jemi duke folur për tematikat të cilat i ngërthejnë vetvete këto ajete, nga ajeti 124 dhe në ajeti 141 të surës Al-Bakara. Një tërësi ajetesh me një sasi të madhe temash. Dhe pjesa e fundit që folëm na në mësimin e kaluam ishte se Ibrahim alayhis salam, sikur se edhe gjithë pejgamberët tjerë, janë musliman dhe janë vazhdimsi e dërgesave të Zotit Dhul Xhelal, që ka filluar që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe përmendëm se ky fakt neve muslimanëve na jep e përsi në debatet që i kemi me të tjerët në lidhje me Islamin dhe parimet e fesë islame. Se na i pranojmë të gjithë pejgamberët dhe nuk bëjmë dallim mes tyre. Edhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mbula e pejgamberëve, dhe se disa pejgamberë Allahu i madhëshëm i ka dalluar prej tjerëve, por te fakti i besimit ne besojmë në mënyrë të barabartë se gjithë pejgamberët e Allahut janë të zgjedhur nga Allahu, dhe nëpërmes tyre Allahu i madhëshëm i ka përcjell mesazhet e tij tek njerëzimi, dhe këtë kjo ka ndodhur për shkak se Allahu i madhëshëm e ka dashur njerëzimin dhe ka dëshiruar që njerëzimi të vazhdon të jeton i ndriçuar me dritën e shpalljes dhe të mos jeton në errësirën e ignorancës. Dhe normalisht kjo është njëra prej temave për të cilat flasin këto ajete kuranore, se do thot besimtarët besojnë se Ibrahimi alayhis salam edhe gjithë pejgamberët tjerë mas tij dhe para tij janë të dërguar prej Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj tematike vjen pretendimi. Edhe mesela e pretendimit është një çështje shumë e rëndësishme që ka të bën edhe me besimin, po ka të bën edhe me profesionalizmin, ka të bën edhe me politikën, ka të bën edhe me zanatin, ka të bën me shumë gjëra tjetër të son. Njerëzit kanë fuqinë e manipulimit dhe të mashtrimit. Dhe në shumicën e rasteve ata paraqiten ndryshe për asaj që janë realisht. Kuptimin që e fryn veten ma shumë se që janë.
Edhe kjo luftë ka qenë edhe në të kalumen dhe ka vazhdu në shekujt e mëhershëm, është e pranishme edhe sot dhe ka me vazhdu deri në fund. Pretendimet mes pejgamberëve të vërtet dhe pejgamberëve të rrejshëm, për shembull. Pretendimet mes besimtarëve të vërtet dhe besimtarëve të rrejshëm. Pretendimet mes njerëzve profesionalistë me merit edhe atyre që pretendojnë se janë profesionalistë, por realisht nuk janë askushi. Edhe në zanat, edhe në politik, edhe në shkencë, kemi kësi lloj situatash. Andaj, në këto ajete, Allahu Dhu Xhelal shënon se jahudit dhe krishterët pretendonin se Ibrahim a.s. është i tyre. Edhe kjo thirrje, jo vetëm kohën kur ka zbrit Kurani, ka qenë e pranishme, po edhe sot hala është e gjallë. Edhe na e përmendëm në këto mësime atë çështjen e fesë abrahimite, ose ibrahimite, ose shtëpisë abrahimite, ku forcat globale sot në botë tentojnë nëpërmes kësaj ofertës mi arrit disa qëllime. Njëra prej tyre është me pretendu se Ibrahim a.s. është ma shumë i tyre se i joni, dhe e dyta me tentu me i zhduk dallimet në besim mes muslimanëve dhe të tjerëve, dhe tjetra është që nëpërmes kësaj oferte me e largu islamin nga besimi i muslimanëve dhe nga praktika e muslimanëve. Dhe normalisht, që në start, kur është paraqitur si ofertë, me ardhë ka qenë ekumenizmi, si filozofi, doktrinë që është ofruar, dhe thot ekumenizmi ka qenë bashkëjetesa e feve njëra me tjetrën dhe mos debati mes tyre. Normalisht ekumenizëm si term ka filluar mes, do thot, doktrinave krishtere mes vete, ata me kriju një lloj bashkëjetese dhe një, do thot, marrëveshje, po pastaj kanë përdorur edhe për marrëveshjen dhe bashkëpunimin e feve mes vete. Edhe ekumenizmi më herët, edhe feja abrahimite më vonë, krejt këto synojnë me e largue prej ballafaqimit të vërtetën me të kotën. A Kurani fisnik insiston në një grumull të madh të ajeteve kuranore në ballafaqim me pretendimet edhe të hebrejve, edhe të krishterëve, më herët edhe të idhujtarëve, edhe i thret ata në debat, dhe në debat ku ka me fitu dhe triumfu argumenti. Dhe për këtë arsye, vëllazën, Islami kur njerë nuk i ik ballafaqimit. As me fet e mëparshme të cilat kanë deviju nga burimi vetë, po as me filozofit dhe doktrinat që janë prodhim i mendjes njerëzore e të cilat sot kanë një shtrirje të madhe dhe kanë dominim botë. Islami nuk i ik ballafaqimit. Përkundrazi, Islami ballafaqohet me të gjitha filozofit dhe me të gjitha doktrinat fetare të devijuara dhe i godit në pikat kryesore të devijimit, të puna e idhujtarisë, të puna e shenjtërimit të kultit të njerëzve, tek adhurimet e gabuara ndaj Zotit dhe të keq përdorimi i fesë për të manipuluar me njerëzit. Këto janë komponentet kryesore që Islami lufton publikisht edhe guzimshëm të gjitha fetë e kaluara dhe të gjitha doktrinat filozofike. Normalisht të doktrinat filozofike e godet materializmin dhe ateizmin, që janë prej doktrinave bazë të filozofive bashkëkohore moderne. Na sot, si besimtar, si musliman, shpesh ndëgjojmë për disa xhallarëve, na mjafton që kemi hapësirë të davetin në xhamiat tona, po kemi hapësirë të lëvizjes edhe në institucione tjera, nuk kemi nevojë na me u ballafaqu
me ofertën e gjahiljetit bashkohor, e as me lajthitje dhe devijimet e feve të mëhershme, se kjo krijon provokim, tensionim situatës, edhe ndoshta do thot kërkohet me na kufizu hapësira e komunikimit dhe davetit. Kështu është si qasje për disa xhallarëve, ajo që e mendoj unë edhe jam i bindur se është e vërtet, është e kundërt e saj. Se na si musliman, si ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kemi detyrë dhe obligim mu ballafaqu me gjahiljetin bashkohor, edhe me të gjitha format e devijuara të feve të mëhershme. Pse kjo? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fillim në Mekë, kur erdhi shpallja, kërkoi Allahu dhu gjallë që të ballafaqohet me shirkun e gjahiljetit Mekës. Dhe problemi më i madh që kishin mushrikët e Mekës ishte mu ky fakt. Si ka mundësi që ky njeri me na thirr neve, milon këtë ato idhuj që adhurojmë në veç Allahu dhu xhelal e me adhuru Allahun një. E gja'le al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Thot ai kërkon për ne që këto zota që ne adhurojmë, ti grumbullojmë në një zot. Kjo është një punë e çuditshme. Andaj mushrikët e Mekës, kërkesën e parë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj tyre, e refuzuan. S'ka mundësi na melon adhurimin e idhujve e me besu është një zot. Edhe andaj sipas logjikës që thret në mos ballafaqim me gjahiljetin, atëherë duhesh edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mos ballafaqohet me gjahiljetin e Mekës, me shirkun e tyre. Po duhesh këtë hesht. Përkundazi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ofroi thirrjen islame, monoteizmin gjitha fiseve kurejshite që ishin në Mekë dhe në rrethin. Edhe ftoi secilin fis një nga një, thuni la ilaha illa Allah që shpëtoni. Se s'ka shpëtim pa thonë la ilaha illa Allah, që ka kuptimin se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe asgjë tjetër veç tij. Që me automatizëm e shemb adhurimin e çdo idhulli që adhuronin veç Allahu dhu xhelal. Edhe për këtë arsye na i themi të gjithëve, Islami ka ardhur për të ballafaqu me shirkun, për të ballafaqu me gjahiljetin si doktrinë filozofike, e cila vetvete ngërthen shumë komponenta dhe me gjitha devijimet e feve tjera. Andaj në Kur'an, që në etapën mekase, e gjejmë ajetin kuranor ku Allah thot ja ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. O ju udhëtarët e librit, ejani me një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve, që të mos adhurojmë askënd veç Allahut. Do të ballafaqim. Hajde, mas ju thoni që jeni udhëtarët e librave, e keni pas pejgamber më herët, hajde të vim të thirrja e pejgamberëve të mëhershëm, që vetëm Allahun të adhurojmë dhe të mos i bëjmë shirk atij asgjë në adhurimin tonë ndaj tij subhanahu wa taala. Dhe normalisht kush ka qenë i sinqert dhe ka qenë besim drejt, ai e ka pranuar thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ka kuptuar se kjo është vazhdimsi e asaj që ka ofruar Musa alayhis salam përpara dhe Isa alayhis salam më vonë. Sikur se rasti i kujt në fillimin e Islamit, kush ishte prej atyre njerëzve që e pranoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse e kuptoi se kjo që i ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i njëjti melek i cili i ka ardhur Isa alayhis salam përpara. Ishte Waraka ibn Naufal, kushërini i Hatijës radhiyallahu anha. Kur erdhi shpallja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tha Hatijë, hajde shkojmë te kushërini jem, është plak, është i ditur, ka lexuar Biblën, dhe të tregojmë gjendjen tonë atij e ta shohim ai si e vlerëson këtë punë. Sa Hatijë radhiyallahu anha nuk e kuptoi se çka ashtu ndodh fillim. E kur shkon te Waraka ibn Naufal, çka tha, mas e dëgjoi se çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira, tha hadha namus. Dhe kjo është meleku i cili i ka zbrit Isa alayhis salam para teje. Domthon ka ndodhur me ty ajo që ka ndodhur me Isa alayhis salam para teje.
Edhe andaj do t'i e vazhdimsi e pejgamberëve të Zotit, dhe ja tha Waraka ibn Naufel, ja lejteni kuntu gjithan idh yukhrijuka qaumuka. Si kur kisha qenë një gjallë e i fort, në kohën kur populli jot ka me të largu prej vendit tanë. Allah ka në fillim. Pallavajimi është një domosdoshëm o vllazni. I thot Waraka ibn Naufel, Allah sa i zbriti ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah pa dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me i thirr njerëzit tauhid Mekë. Po i thot Waraka ibn Naufel, ti shakon një gjallë i fort kohën kur populli jot ka me të dëbu, ka me të përzon. E i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ava mukhrijihum." Si kam me mëzirë për shpijës të emi për venit tëmë. Pse? Sa Allah se kishte kuptu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se thirrja e njerëzve në tauhid dhe ballafaqimi me jahilietin e tyre ka me qenë shkak i madh që ata me u mundu me çdo kusht me myt me vra, nëse s'mundën me myt me vrate me largu se po aprish pazarin, po aprish terezin. Edhe andaj secili për muslimanëve bashkëhor, qoftë hoxh apo xhamat, davexhi, edhe i bindur në vërtetësinë e Islamit, nëse mendon se nëse kirin urt e singus ata kanë me lënë urtë, s'kanë me ngus, shumë gabim me ka. Ai se ka studiu mirë historinë e Islamit në fillimin e vet, po edhe më vonë. Sepse thira në tauhid vetëm pa hyrë komponente tjera të Islamit, mjafton me qenë provokim për ata, tek ata që adhurojnë gabimisht Zotin dhe tek ata që adhurojnë gabimisht njeriu. Qofshin ata shkolla fetare të lajthitur në krishterim, hebreizëm e kështu me radhë, apo format e filozofive bashkëore, qoftë ai komunizmi apo demokracia e kështu me radhë, ata adhurojnë Zotin në mënyrë të gabuar, këto adhurojnë njeriu në mënyrë të gabuar. Edhe të gjithve këtyre grupeve te me thirrjen tonë në tauhid u demanton parimet e tyre dhe ata me automatizëm duhet mu qu mu mbrojt edhe me të luftu ty. Për me mbrojt batilin e vetë, kotën e tyre. Dhe për këtë arsye, ne si musliman duhet me pas të qartë, bile duhet me ndisi detyrë dhe obligim, ashtu si kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u kthi nga shpella Hira ish qetësuar nga ajo që i ndodhi, pa e ditë se si ka me shku puna tutje, i tha gruas vet, më mblo me jorgan, me qebet, pushoj qetësona, zbritën ajetet e dyta më njëherë mas, ja ejuhal mudaththir kum fa anzir, oj ti mbulum, s'ki vakt me flet, s'ki vakt me pushu, s'ki vakt më u dëfry, më argëtu, kum fa anzir qau dhe përhape vërejtjen e Zotit në njerëzimin. Edhe ashtu si kur si tha Allahu Gjelal Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, kum fa anzir qau edhe tërheqa vërejtjen popullit, e njëjta thirrje vlen edhe për na sot. E kemi detyrë dhe obligim mja qelë sytë botës. Po flas për umetin islam të rësi, si umet normalisht aty përgjësit pas e ndahen, përgjësin më të madhe e kanë dietarët musliman, pastaj e kanë shkencëtarët musliman, pastaj e kanë njerëzit me aftësi organizative për muslimanëve, pastaj e kanë pasanikët musliman, pastaj e kanë trimat e islamit, mujahidat, e pastaj njerëzit secili sipas peshës, përgjegjësisë dhe fuqisë që ka përballë popujve tjerë, po pastaj edhe brenda vet popullit vet, edhe brenda fisit vet, edhe brenda familjes vet. Andaj për vendin tem përgjegjësia mbie mu, si bie përgjegjësia atij që është Pakistan apo në Indonezi. Ashtu sikurse për Indonezinë dhe Pakistanin përgjegjësia u bie atyre që janë në Indonezi, Pakistanin nuk u bie mu. Ama na nuk mundet me thonë se ulemaja e botës islame kanë përgjegjësinë e paraqitjes së islamit këtë botën, se ai s'mundet më ardh të në Shkup me fol, ose me shku në Prishtinë apo në Tiranë, apo me shku në Sarajevo apo në Beograd, po jemi na musliman që jetojmë këto vende, që kemi linë këto vende, jemi bijtë e këtyre popujve dhe këtyre vendeve, na e kena përsipër përgjegjësinë e kumtimit të porosive të islamit këtyre popujve tonë dhe në vendet tona. Dhe andaj,
Me uqu, me përcjell fjalën e Zotit është obligim, të cilin obligim Allahu Dhulal e ka vazhduar mbi supet tona, secilit sipas diturisë dhe përgjegjësive që ka. E dyta, argumenti i dytë që na detyron neve me uqu të gjithë, me ndi vetën përgjegjës për përcjelljen e mesazheve të Islamit, është fakti se Allahu Dhulal e ka bërë umetin Islam dëshmitarin kryesor ndaj popujve tjerë. E dëshmitari nuk mundesh me qenë dëshmitar nëse s'ki argument me vete. Je dëshmitar atëherë kur ti ki argumente dhe pamja jote e ndodhisë është e saktë edhe është e vërtetë. Edhe na përdesa e kemi fen islame me argumentet e veta të plota, atë dhe duam të jemi dëshmitar të popujve ndaj popujve tjerë, atëherë na duhet me njoftë Islamin dhe duhet me uqu që me e përcjell mesazhin e Islamit tek popujt tjerë. Do më uqu me dhënë deklarat, më uqu edhe me fol, me tregu se çka ka Islami, çka ofron Islami dhe ku janë mangësitë dhe defektet e filozofive, doktrinave, botkuptimeve, koncepteve dhe feve tjera që sot janë dominant në disa vende të botës. Për këtë shkak, gjëra që na do ballafaqohemi me pretendimet e krishterëve apo hebrejve se ata se Ibrahim është i tyre dhe se muslimanët nuk kanë hisën te, na duhet më uqu me dhe nuk është kjo e vërtet. Me çka është Ibrahim a.s. i jubi? Kur Ibrahim a.s. luftën më të madhe me babën e vetë, edhe me popullin e vetë, edhe me perandorin e vendit vetë e kishte në betejën e tauhidit dhe shirkut, monoteizmit dhe politeizmit. E ju jeni përplot me politeizën në botkuptimet tuaja fetare, si ka mundësi ju me konë më një vi. Me pas vazhdu ju rrugën e Musa a.s. për një me, edhe rrugën e Isa a.s. për një me, ju ishi konë sot i thartë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama e devijut ofertën e Musait a.s. e devijut ofertën e Isaut a.s. Andaj sot kur ardh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju nuk vazhdojt me ndjek rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por e kundërshtut ata. Edhe mundoni tani me prish atë harmoni edhe kontinuitet pejgamberisë që nga adhemi e zemrit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Duke tentu me i da se këto janë tontë e këto janë tjerë. E normalisht Allahu Dhul Jalal u dha përgjigje atyre dhe u tregoi se as jehudit e as krishterët nuk kanë të drejtë në polemikën dhe pretendimin e tyre se Ibrahim është i tyre. Dhe t'i kthejmë edhe njërë pretendimit, të dashur vëllezër, edhe puna e Islamit nuk është me pretendim. Edhe puna e Islamit lip vërtetësi, saktësi. Shumë kush i prej neve i duket vetja shumë musliman i madh, shumë fetar. Bile shumë kush i prej neve këtu e dhërit vetën shërbetori i Islamit. Mirë po këta në shumicën e rasteve janë pretendime vëllezër. Sepse realiteti i jetës tonë na demanton vazhdimisht. Kemi ngecje në procesin e mësimit të Islamit. Kemi ngecje në procesin e zbatimit të adhurimeve në Islam. Kemi ngecje në përsosjen e virtyteve morale islame dhe kemi ngecje në guximin e përhapjes së Islamit dhe mbrojtjes së Islamit. Këto mejdane na jemi shkojmë cikcak, na shtohet entuziazmi, jemi të rregullt në leximin për Islamin dhe mësimin dhe pjesëmarrjen në mësimet mbi Islamin. Na hub vullneti entuziazmi, mungojmë një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 6 muaj, 1 vjet. Dhe sa të ndodhë ndonjë ndodhi na të shton e t'i kthehemi na përsëri leximit për Islamin dhe mëgjiseve mbi Islamin. Pastaj e njëjta ndodh me fazën e zbatimit të rregullave, urdhrave, ibadeteve në Islam. Na kap entuziazmi, i rim gati namazit, jo vetëm si namaz edhe në kohën e vet, po mundohemi edhe me xhamat më u fal. Mase na hupa entuziazmin dhe vullnet, jo që s'falemi me xhamat po kanë edhe namazin na ik nga koha e vet, e falim mas kohës. Edhe andaj ajo që
e shohim na vazhdimisht, e shohim këtë oscilim, këtë ngritje zbritje të xhamatit në frekventimin e tyre, edhe në mejliset e ilmit, po edhe në, do thot, momentet e adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. E pastaj normalisht kur të fillosh ti me u përzi me njerëz edhe me pas allëzhverish me ta, me pas raporte dhe marrëdhënie me njerëzit, e shef mungesën e virtyteve morale. Se rrena shpesh herë është e pranishme tek fjalët e tuaja. Se mashtrimi shpesh herë është i pranishëm në sjelljen tonë. Se tradhtia e premtimit shpesh herë është pjesë përbërëse e veprimeve tuaja e kështu me radhë. Shumë dukuri që vlerat islame i kundërshtojnë ti i ki ato. Edhe e bën një luftë të zbeht, një luftë të dopt, ka këtyre veseve që i ke trashëgu, ose i ke marë, ose t'janë imponu, pa marë parasysh cilë është arsye, do të ki mangësi në përsosjen morale tonë. E kur vim të mejdani i 4, thirrja në islam dhe mbrojtja e islamit, aty edhe ma pak musliman në gjenë. E para sepse i mungon e para dhe dyta dhe treta, normalisht daveti i tij me automatizëm dobësohet, edhe për shkak të mungesës së parës, së dytës, së tretës, edhe guximi për ta mbrojtur islamin të tij është i dobët. Edhe nuk i as fuqi, as vullnet ti me qenë në shërbim të kauzës së islamit, apo me qenë i gatshëm me fliu diçka nga koha jote, diçka nga pasuria jote, diçka nga djersa jote, diçka nga gjaku jote, për të ngritë fjallën në Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe andaj në këtë situatë, do të ngelet ajo që na për shembull krenojmë se jena musliman, derse ka shumë pretendim aty, edhe pak ka realitet edhe vërtetësi. Që do thotë na hala jemi në proces të përmirësimit dhe të plotësimit. Dhe na duhet akoma kohë që na si umet përgjithësi dhe si individ në veçanti të arrim nivelin e përmbushjes së amanetit kur pretendojmë se jemi musliman të vërtet. Andaj jo rastisht Allahu Dhu Xhelal e porosit secilin musliman duke thonë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos desni ndryshe përveç si musliman. Shive, e para është mu frikë Allahut me frikë të vërtet. Vazhdo procesin e plotësimit të pretendimit se je musliman deri në maksimum. Dhe pastaj mos u ndan në këtë proces deri sa ki me marë frymë këtë jetë. Gjithë jetën. Janë procese, ka zhvillim vertikal, ka zhvillim edhe horizontal. E në të dyja nivelet i dushme konë lëvizje të vazhdueshme. Hiç pa unal. Edhe në ndërtimin tanë si personitet, po edhe shërbimin tanë kauzës tonë në vazhdimsi, edhe kur t'jesh i këtill, atëherë normalisht ta mëson Allahu Dhu Xhelal me vdekje si musliman hakikat. E tash, te puna e pretendimit, fatkeqësisht në të gjitha shtresat e muslimanëve kemi shumë pretendues. Duke fillu për më të thirrurve që duhet me qenë pararoja avangarda e islamit atë në hoxhallarët. Edhe këtu kemi shumë njerëz që veshin gjyben edhe shallin pa e meritu. Edhe kjo situatë është e qartë, është e dukshme, shpesher na ballafaqohemi me këto fenomene, por nuk mundet më ndryshu vetëm duke u qortu si fenomen, pa ajo ndryshohet duke insistu për ta ngritë kualitetin e hoxhallëkut në mesin ton, duke ofruar konkurrencë reale, serioze, sinqert edhe të vërtet në njohjen e fesë, zbatimin e saj dhe artikulimin e të vërtetave të fesë. Gjithë na hoxhallarët që mund me pas vërejtje për X-in apo Y-in, nuk shërohet ky fenomen të folë, se filoni është i keq ose filoni ka mangësi, se kjo veç e ashpërson konfliktin. Mënyra më e mirë për të arrit do thot
kusht për t'i rrit nivelin e kushteve për me qenë dikush hoxh, është ofertën që ti ofron në emën të hoxhallokut. Aktivitetin që e bën në emën të hoxhallokut. Kjo është forma më e mirë. Andaj shtoje diturinë tënde, zhvilloje oratorinë tënde, shtoje angazhimin dhe aktivitetin tënd, shtoje aftësinë organizative tënde, shtoje produktet tuaja në shërbimin e davës e thirrjes islame. Atëherë s'ki nevojë ti me fol se modelin që ofron bëhet konkurrencë e ashpër e tjerëve, edhe momenti që ata nuk mundin me mri, pjesa më e madhe e xhamatit ka me ndjek atë i cili ofron mënyrën më kualitative të islamit në atë pjesë. Sidomos tash, kur islami nuk është i mbyllur në muret e xhamisë, edhe kur konkurenca mes hoxhallarëve nuk bëhet mes kësaj xhamie dhe asaj xhamie. Sepse xhamati, për me ndëgju një hoxh në xhami të caktuar, që nga momenti kur nizet nga shtëpia e tij me shku te ajo xhami, i ka në xhepin e vet edhe 100 hoxhallar të tjerë që e konkurrojnë këtë hoxhin e tij tek i cili është të shku me ndëgju në internet. Edhe nëse ti nuk je më i miri ose për më të mirëve, atëherë s'ka pse më ardh me ngu ty te xhamia jote. Po e ngon atë që ka në internet që ja plotson kriteret edhe ja plotson nevojat e tija për dituri, për këshill, për orientim, udhëzim e kështu me radhë. Edhe andaj hoxhallarët e sotit duhet me kuptu se konkurenca është rrit dhe imponimi i vetvetes është bon i vështirë. Përveç se nëse ki dituri edhe oratori, diturinë dhe oratorinë tonë e vërtetojnë veprat tuaja, atë ti ke mundësi me konë njeri me ndikim në pjesën e xhamatit, popullit tanë dhe vendit tanë, edhe jashtë xhamisë tonë, për ndryshe shumë shpejt kalon në histori. Shumë shpejt bëhesh i parëndësishëm. Edhe fatkeqësisht një pjesë e madhe e hoxhallarëve, sidomos atyre që me çdo respekt për secilin që shërben islamin pa marrë parasysh mangësitë që ka, mirë po, këto janë të vërteta shoqërore që na duhet me i analizu edhe duhet me folë për to për me ndryshu gjendjen tonë. Jo, nuk është qëllimi me kritiku X-in apo Y-in, qëllimi është me e analizu fenomenin edhe me tentu me zbërthy dhe me ofrua zgjidhje dhe alternativë për te. Sidomos një pjesë atyre hoxhallarëve që hoxhallokun e kanë kuptu si punë, edhe atë pozit e llogarisin në punës institucional, siç ai si punon në administratën shtetërore, edhe ky i cili punon me një institucion fetar, e bën punën që në fund ta merr pagën dhe rrogën, me kësi lloj qasjeje, ai s'ka mundësi me qenë konkurrues në asnjë medan të davetit sot. Andaj, edhe hoxha që nuk e llogarit vetes si në punës shtetëror, po nuk lexon edhe nuk shleton edhe nuk e zhvillon vetveten, edhe ai s'ka mundësi me qenë konkurrues serioz në medanin e davetit sot. Pra, ne i themi të gjithëve jo për shkak konkurrencës, po për shkak përgjegjësisë, që na duhet me qenë vazhdimisht në korrelacion me diturinë, me lexu, me shletu vazhdimisht, me qenë vazhdimisht për atyre që ato që i themi i zbatojmë maksimalisht sipas mundësive që i kemi, pastaj jemi artikulues të mirë të këtyre vlerave të islamit, kemi një oratori e cila e bind dëgjuesin në atë që e themi, dhe e fundit e kemi guximin e promovimit të vlerave të islamit dhe guximin mi mbrojt të vlerat të islamit me çdo kusht. Atëherë ti ka mundësi me qenë konkurrues edhe fjala jote ka me mbet e regjistruar në historinë e thirrjes islame në këto vende sa të ketë jetë. Ashtu siç ka ndodhur me krejt imam të mëdhej në të gjitha etapat e zhvillimit të thirrjes islame. Kjo nga koha e sahabeve deri kohën e sotit. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pretenduesit e ka një përshkrim shumë të bukur. Edhe ky sqarim pejgamberik fatkeqësisht nuk është elaboruar sa duhet në mesin e besimtarëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El mutashabbi' bima lam yu'ti kalabisi thawbi zur."
ai që pretendon një gjë që se ka mundësi me dhon. Domethënë, unë e veshje një gjybe të madhe, e veshje një çallë të madhe, edhe kur dal para jush që se mjafin xhamati, thënë që kana alamet hoxhe. Momentin që dalën me fol dy fjalë se një lidhi, një argument se në sjelli, e që këto petka që i kanë vesh janë petkat e gënjeshtrës, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pretendimi është i madh, ama ajo që ofron është e vogël. E kjo në të gjitha mejdanet tona na e kemi realitet fatkeqësisht. Kjo pse? Sepse edhe masa e gjerë nuk e ka qasjen kritike, edhe normalisht let mashtrohet me pretendimet e njerëzve. Sikur se e kemi pa në të gjitha mejdanet, kush don me thirr veten hoxh, lirisht mundet në vende të caktuara me e lut rolin e hoxhës. Nëse s'mundet në qytet në xhaminë e madhe, mundet në qytet xhaminë e vogël. Nëse s'mundet në qytet xhaminë e vogël, mundet katun xhaminë e madhe. Nëse s'mundet katun xhaminë e madhe, mundet katun xhaminë e vogël. Nëse s'mundet katun të madh në xhami të madh ose xhami të vogël, mundet në katun të vogël, periferik më një xhami të vogël më u bë hoxh. Edhe plot kemi na kësi njerëz që janë bërë xhallar, pa qenë xhallar sepse aty s'ka pas askush që është hoxh për nime. Po me konveç të xhallarët kjo situatë, kishim me thonë hajt, po kejt me danët i kishështune. Sa e sa njerëz pretendojnë se janë zanatçi të zanateve të ndryshme, megjithëse se tash zanatet janë në fazën e vdekjes, përfundimit të tyre, zanatet e vjetra sidomos, po sa e sa pretendues të zanateve që normalisht i hudhin hije zanatçit e vërtet. Që këtu në Shkup edhe në qashin e Shkupit kanë pas emën dhe janë konë vazhdimisht të lavdruar për korekcin punë në tyre. E sa matrapazi sot ka dalë është bo artar, e ka dalë është bo këpuctar, e ka dalë është bo çantagji, e ka dalë është bo domethënë lloj zanati, faktikisht kur e shef punën se si e bëjnë ata, edhe kush sot thirret mjeshtër dhe zanatxhi thu na let koft kjo punë se s'pas ka met kur gjobi kësaj. Mirë, puna e zanatit zatën ashtu nuk është atraktiv, po kur kalojmë te pjesa e arsimit shkencës, edhe aty ki plot, ki titull të madh shkencor, doktor shkence. Titull shkencor, me dokument, doktor shkence. Kur del me fol për temën e vet që ka marrë titullin shkencor, 2 sene tamam sën të thot. Me dal dikush me i repliku pi kolegëve të vet, thot marrë se e ka titullin në çmami kejt na kur ta demantojmë atë që thot ai. E sa njerëz kanë titull shkencor, që realiteti tyre nuk përputhet me titullin që e kanë ata. Pretendim. Edhe andaj, edhe në shkolla fillore, edhe në shkollat mesme, edhe në universitete, kemi na degradim të procesit arsimor. Për shkak se prej tek drejtori, rektori, dekani, e deri tek asistentët të procesi i planifikimit dhe mësimdhënies ka pretendim të plot. Përqindja e lartë e pretendimit është, nuk është realitet ajo që ata e majnë mbi supet e veta si titull shkencor. E normalisht, nëse në fe dëmtohet, me xhallar dëmtohet feja, me këta tituj akademik, doktor, profesor, dëmtohet shkenca. E kur dëmtohet feja dhe shkenca, normalisht pastaj kur dalim mejdanin e politikës, në esencë tek na sot në botë, në politik, kur sukses ai që është më i aftë me të rrejt edhe mos muskuq. Atër pretendimi aty s'ka kufi. Se cili që ka dalë mejdanin e politikës tash e 35 vjetë të na, do të i vetmi mejdan i konkurimit politikanëve mes veti ka qenë mejdani i rrenave. Aty ata e kanë konkuru njëri tjetër. Në asnjë mejdan tjetër s'kan konkuru njëri tjetër. Edhe normalisht ku kemi na besimtar që kanë hoxhallar pretendues, ku kemi na shkencëtar që kanë profesor pretendues, ku kemi na një qashi ku kemi zejtar pretendues, atëre mi besu pretendimeve politikanëve nuk është vështirë, se këtë jemi të tillë. Edhe malet e kemi me besu një pretendues politikan se sa me ardhë një sinqert edhe me qeni sinqert në elaborimit e tia politikanëve, që kjo
për 10 vjet s'mundet më u bë. Se këtë politikanë të kipa, këtë që kanë këtë bon, fushat këtë bon. Kur e merë pushtetin, jo, po kjo ka proces, ka procedura, ka do më kalon bugjetin, po duhet elaboratin, po duhet fizibiliteti, po duhet fonde, po duhet procese që tash ti parazirë dhe thëshe për 1 vjet 2 e sosim, kur e more pushtetin, 10 vjet na duhet për me kry këtë premtim tonin. Edhe normalisht njerëzit, për shkak se edhe ata nuk kanë kvalitetet e duhura në drejtimet e veta, pajtohen me kësaj lloj pretendimesh dhe vazhdojnë jeta e tillë, mos sikur se na veç kemi filluar me ec në që thuhet ciklin domethënë vicioz, ku ecim e tu mendu se kena tu afru kafuni, kthehemi në fillim. Se dia keni pa rrethin vicioz, mas derse tini telefon, shkujnë në rrethin vicioz, ju del se si është e rreth vicioz. Ti tu mendu se kemi në fund del në fillim. Kështu, vazhdimisht. Në qatë rreth vicioz jemi na për momentin, si shoqëri fatkesisht, për shkak të pretendimit. Ose cili për neve pretendon se është i Zotin po diçka, mirë po ku ta shofsh realitetin, ajo është keqësisht larg realitetit që ai pretendon. Në sport e ki njëjtë, muzikë e ki njëjtë, e ki pa dhe më mush bota me muzikant, me këngëtar, o mush bota me sportista, nuk ka mejdan ku s'ki kallabëllëk t'jashtëzakonshëm, se secili pretendon se është i aftë, këtë mi bo punë, nuk ka punë që ai s'mundet me bo. Andaj Islami insiston pej neve si muslimanëve mos me qenë pretendus, por me qenë të vërtetë dhe të sinqertë. Andaj Allahu gjashot, ja ju ledhina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe jeni me të vërtetët, me të sinqertit. Andaj, ajo që ka pesh më të madhe te Allahu xhelal është pe adhurimeve të zemrës, edhe që është bazik edhe në adhurimet e trupit, është sinqeriteti dhe vërtetësia. Me qenë sinqert me Allahun dhe të vërtet në pretendimet tona, mos me pretendu diçka që s'mujna me bona. Po këta marrë me një punë, me ditë se mujnë me bo, edhe pastaj këta marrë përsipër, me adhon hakin asaj pune, me adhon maksimumin për me zbatu në formën më të mirë të mundshme, pa marrë parasysh a na e vlerësojnë njerëzit apo nuk na vlerësojnë. A na e di njerëzit as na e di, s'është me nësia jo. Se në këtë punë nuk e bëjmë që njerëzit me na dhon neve vlerësime ose lavdate. Në këtë punë duhet me bo vazhdimisht që na te Allahu me qenë fitimtar. Allahu me qenë i kënaqur me ne. E pas të njerëzit e kuptojnë, e vlerësojnë, e lavdrojnë, është punë e parëndësishme. Me nësi është nga na të jemi në mëllon fitimtar të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë edhe këtë temë, për të cilën fletë në një ajet kuranore ose 2 ajete kuranore, janë bazike në elaborimin e mentalitetit të popujve, edhe të idhtarëve të feve të caktume. Se ata mundohen edhe sot me pretendue se e kanë të vërtetën, e kanë zhvillimin, e kanë përparimin, edhe i mashtojnë njerëzit kështu. Për shembull, perëndimi me këtë zhvillimin materialist që e ka, pretendon se këtë çka prodhon pretendimi është e saktë dhe dobishme dhe e nevojshme për botën. A na themi kemi miliona fakte argumente që është e vërtetë. Ama i pretendon edhe pastaj e mbron pretendimin e tij dhe e zbukuron atë me këtë kapacitetet që i ka, me mediat e veta, me ekonominë e vete, me ushtrinë e vete, me dominancën historike që ka pas shekujt e fundit në botë, këtë ato lidhje i shfrytëzon që e vërteta e tij me dalë dominuese. Aty mos me pas fuqi dhe guxim me demantu. Për shembull, çka ndodh? Kur në Amerikë edhe në shumë shtete evropiane vet udhëheqësit e atyre shteteve dalin kundër shumë vendimeve që i merr establishmenti politik i atyre shteteve. Këtu të na gjejnë njerëzit që i duartrokasin edhe i përkrahin ato vendime të atyre shteteve për shkak të kësaj pafuqisë me kuptu ose servilizmi që kanë ata për me mbrojt ato vendime të damshme për njerëzimin të atyre politikanëve që kanë pushtetin dorë ato shtete. Vetë në Amerikë dalin amerikanë kundër vendimeve të qeverisë Trumpit për shembull.
Vinë gazetarë shqiptarë të thënë, jo, mirë dhe ka ai, duhet na me përkrahë që vendos ai, pa marrë parasysh se shkakton me qindra dhe mia viktima në botë. Ata normalisht nëpërmes mekanizmave të veta imponohen në botë, edhe bota normalisht ajo që është e sinqert, edhe që është do të e vërtet, që ka pretendimin si bazë, e ka servilizmin si bazë në zhvillimin vet, ai e merr atë ndikim ose atë dominancë dhe e vazhdon me mbrojt me çdo kusht, edhe ti me dal ekstremisti, ti me dal i rrezikshmi, ai me qenë domethënë i miri, i dobishmi, edhe mu ofru si model i zhvillimit të individit në shoqërinë tonë. Dhe sot na e shohim se kush i përkrah kriminalet dhe zullumqarët në botë, diktatorët e mëdhej që normalisht janë kamufluar si njerëz të demokracisë e të përparimit, ata janë modeli i mirë dhe ata vazhdimisht i kine për ekranet televizive, e këtë ata që folin të vërtetën këtë rast edhe janë kundër këtyre vendimeve dhe sjelljeve megalomane të pushteteve të ndryshme të perëndimit, ata janë ekstremistët, radikalistët, ata domethënë nuk kanë drejt as me lëviz, as me fol, as me tregu, as me punu, as gjë s'kan drejt me bë, sepse ata janë rrezik për zhvillimin kombëtar të vendeve tona. E këtë kjo fillon për këtij ajeti, domethënë që hebrejët edhe krishterët pretendonin se Ibrahimi alayhis salam është i tyre. Edhe sot njëjtë pretendojnë se Ibrahimi alayhis salam është i tyre. Edhe sot ata pretendojnë se drejtsinë ata e zbatojnë. Ata pretendojnë se lirinë, barazinë ata e sjellin. Ata pretendojnë se vetëm me ata ka zhvillim shkencor, vetëm me ata ka zhvillim qytetëror, industrial, ekonomik, ushtarak e kështu me radhë. A këtë krimet edhe mbytjet e miliona njerëzve që ndodhin në botë, mupit njëjtëve ata nuk janë top tem, nuk janë lajm. Ato nuk i shef njeriu i thjesht, njeriu i rëndom. Edhe vazhdon me kësi lloj pretendimesh me u ballavaçu bota dhe na muslimanët, për shkak se edhe na jemi pretendues në islamin ton, nuk kemi në fuqinë me u ballavaçu me ta dhe me ofru ofertën e islamit, mirë po edhe njerë themi na, përderisa jemi besimtar, përderisa lexojmë për islamin dhe studiojmë islamin, përderisa na i zbatojmë urdhat e islamit, përderisa na përsosim virtytet morale të islamit, përderisa na thrasim me islam dhe jemi të gatshëm me mbrojtje islamin, atëherë na duhet të mballfaqojmë me xahilitin dhe mi thonë njerëzve i ka dalë çelni syt, hapni mendjen, hapni zemrën, se të vërtetat janë ndryshe për asaj që imponohen sot nga bota, se të vërtetat janë krejtësisht ata që e ka thonë Allahu historikisht që nga dita e parë e krijimit njeriut dhe deri në momentin e komunikimit fundit me njeriun e fundit, me pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ato porosi ne i kemi grumbulluar në këtë Kur'an, i cili i ka 6236 ajete në 600 faqe, edhe i ka treguar në mënyrë direkte apo indirekte, në mënyrë simbolike apo të detajzuara të gjitha nevojat që i ka njerëzimi pejt kaluar se deri më sot edhe deri në të ardhmen. Ajo që është detyra jonë është të kthehemi përsëri Kur'anit, ta lexojmë atë, ta studiojmë atë, të jetojmë me të edhe pastaj normalisht i thrasim tjerë në këto të vërteta dhe mësimi që na jep Kur'ani. Kjo është një prej temave për të cilën flasim këto ajete surës Al-Baqara. Vazhdojmë domosdoshmë me tema të tjera në mësimet e ardhshme, duke lutur Allahun të na bëjë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime porosi. Allahu i madhëshëm na bashkoft me pejgambert të Allahut xhelal në kryet e tyre me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.